Ky emision mundësohet nga Një përshëndetje shumë e madhe për të gjithë ju që sapo filluat na ndiqni. Po takohemi kështu edhe këtë të premte me mua Albinën, ku përgjatë këtyre minutave do të mundohemi me ju informu, po pse jo edhe me ju argëtu me më trejat nga bota e artit, kulturës dhe showbizit. Faleminderit shumë Zmajra që për këtë javë është për kujdes për dukjen time. E një falenderim shumë special ju shkon atyre bizneseve të cilat promovohen në platformën tonë, që për momentin ka shumë shikueshmëri. Këto po dëshmojnë edhe klikimet, shikimet e po ashtu followersat në rrjetet tona sociale. Faleminderit shumë që gjithmonë jeni për kranesh. Shkojmë në një shtëpi kryesore e do të rikthehemi në këtë ambient të ri për t'ju treguar se kush është pjesë e rrëfimit. Rubrika e parë për natën e sonte është rrëfim. Këtë herë do të kemi nderin dhe kënaqësinë ta kemi të ftuar Ledianën. Është vajza këngëtare së mirënjohur Fjolla Morina. Deklaratat e saj të fundit kanë marrë vend dhe është shpërndar gjithandej. Çka ka për thënë ajo për kamerën në Zoom? E kemi emocionu, e kemi bo pak me lot, ure shpresoj që Lediana të na fal, e juve shikuesve ju them që në rubrikën e parë rrëfim do keni një prej gjërave më interesante në fëmirin dhe në jetën e tanishme të Ledianës. Një prej emrave më të diskutuar të ditëve të fundit bëhet fjalë për Ledianën, e cila ishte ftuar në Zoom e foli rreth përditshmërisë së saj. Valla gjithmonë, me energji pozitive, po veç pritoj shumë uquar atë mëngjes. E kam shumë vështirë drejt fjellna, se kur të fjellna amo dita jam është zakonisht në lokal, po në ja kom nisë edhe stazhit, qysh edhe tregova më herët. Tash jam edhe në ÇKUK, do të thonë të e kryeni stazhin e infermierisë, po zakonisht jam edhe në lokal. Do të thonë prej orës 10-11 jam në lokal që. Ai më tutje thot se vendosi të hap këtë biznes për 6 ditë, por se erdhi deri te ky vendim. Kur kom hi me kështu lokalin, më ka duk shumë i mirë edhe më ka rati për ashtu në zemër më ka hi me një herë. Edhe thësha hajt me kështu me marrë me bo diçka për veti, po kisha qef me pas një biznes, do më thonë temin, që mos me pas një shef mi kry. Edhe për 6 ditë, do më thonë krejt që këtë regullim ka ndodhë dhe është hap me një prill. Këtë me në kështu që po rajnë. Se di, nështë nuk kom dash me shfaq, apë din s'kom dash me mnjoft njerëzit që i ka Fjollës, s'kom dash me mnjoft njerëzit Lediana. Unë jem Lediana, din? S'jam, diqysh, s'du me mnjoft me qatë pjesë, du me arrit vetë, nuk du me arrit në kratë kërkujna tjetër, edhe s'jo më nuk kur me arrit në kratë dikujna tjetër, për derisa, gjithësan derisa dhe kom bo vetë, du me arrit edhe vetë. Por nëse flasim për vetëbësimin që ajo e ka, e madje, kjo konsiderohet si njëra ndër gjërat që e karakterizon. Është prej kur ajo nga komentet që me raste din të jenë edhe të ashpra. Komentet negative mu nuk është që më prekon shumë, se shkaku është që edhe të na gjithë paragjikohen për çdo që kena, ose krejt mirat mi pas apet kanë me ta gjetë një veks për mu kap dikun, a mu thjesht nuk kam qef me më prek në pjesën e familjes, edhe në pjesën e gjyshët edhe gjyshës që e kam, se i kam pik dop. Kështu që për çdo që thoni me më shoh, ose diçka mu sa doni komentom një negativ, po kështu në pjesën e familjes nuk kam qef me më prek heq. Lediana vazhdon të theksoj rëndësinë e madhe që gjyshërit e kanë për të. Ekskluzivisht për emisionin Zoom kujton me nostalgji disa nga momentet kur ishte fëmijë. Kam shumë sene që i kujtoj, amo qysh me thonë, është pjesë shumë e prekshme për mu me folë edhe për ta,
po thjesht çdo sen i mirë që ka ndodhur, ne them kanë njëre shumë mirë që s'm keni lënë me dalë jashtë vetës, domethënë unë kam pas caktuar 11 ora me kon të shtëpia. Thjesht ku thjesht 11 kemë kon aty edhe them gjithë që kjo më ka pëlqyer tepër shumë prej tyre pse nuk më kanë lënë me dalë jashtë vetës dhe me u vënu në shtëpi. Ama momentet e mira i kam që gjyshi edhe gjyshi jam tregojnë 9 muaj kom pas, kur i shkoj gjyshit prej krevetit te kryt e gjyshit për me flajt aty. Edhe 9 muaj the ke qysh më me u zgaravit në për krevet për me ardh. Ama që të kujtem e kam shumë të mirë ashtu që shumë shpesh ma tregojnë. E ftuara rrëfen që nuk e kanë ndjerë fare të nevojshme pranin e mamit dhe babit, por për krajen maksimale e ka marrë vetëm nga gjyshërit. Si është tani ndjesia e saj kur me 22 vjet ka arrit me i kuptu gjërat më me vlerë në jetë? Prej domethënë ditës që kam dalë prej spitalit, unë jam me gjyshin edhe gjyshen, edhe fjala mam bab nuk është që më ka mungu shumë se thjesht zavendësimin e tyneve ka pas gjyshi edhe gjyshja, amo kështu unë prej momentit domethënë që kam lind ata veç se unë mundu me ma spjegu, tash fëmijën e nuk kam ditë bebe, po kur jam rrit pak janë mundu me më tregu që unë ata nuk i kam prind, domethënë non-stop i kam pas nanë dhe gjysh, jo mamën dhe babë. Se babin e kam pas, po thjesht ata dy janë kom për mu, gjyshja dhe gjyshja janë kom për mu gjithë. Ajo madje e shfrytëzon këtë hapësirë mediatike për t'i falendëruar për Ledianën që është sot. Mbesa e tyre është e lumtur me durimin, partnerin e saj që së shpejti edhe do të fejohet me të. Por atë pranojnë ata durimin për dhëndër. Gjyshi jam e donë shumë durimin, edhe respekton ekstrem shumë, po edhe gjyshja që ashtu ka qef me ngucë, o zote, unë thëmë bolë mërë mëse ngucë, mos e gjynat. A keni me him Big Brother nëse keni ftesë? Unë e ju, s'kisha dasht me him në qasi formati, se kum pas shumë njerës të ri që ka pas me mosh shumë të re aty, edhe kur s'keme mujtë me rujtë ma privatsin tonë nëse vetë se jenë qatë se formati, kështu që jam okej, kështu që jam nuk du fama shumë, as të gjia, as të mira. Mirë jo. Dyshja janë tash e gati një vit pjesë e TikTok, e madje Lediana pohon faktin se mundohet të jetë spontane dhe origjinale, duke shprehur pozitivitetin e saj edhe nëpër video. Por shqetësimin ajo e ka tek shkrimet roz duke theksuar që edhe lëndojnë fake news. Dhe qysh kur dojsh me më qitë diçka në gazet, vetëm bre, a është ashtu? A përdin, ta vërtetoj. Po, për shembull pjesën e shtatzanis kur ma kanë qitë unë komron komplet zdi. Jom një tepër e sekretav se thojsha qysh kanë me ponana dhe gjyshit ashtë se lajmë, a din se normal që prekësh, ose kur e kanë qitë gjyshën tem, nuk kom dosh me u përdor ftyra e sajna në për gazeta, ose kom thonë, ju kom shkrujt lutna, më nëshme largu se po na pengon, a përdin, mu që të më qka dush, po gjyshën tem ose përzi, ose se në pa lidhje, diqysh, më nëshme veç atë persona është që ashtë. Edhe për që të sene dhe ashta pak jom e prekshme, prekna shumë let, a din, diqysh i marrë shumë ofër zemrës, amo unë e kam qef ma mirë me më vetë, me më thonë ashtë qështo, amo i me qitë qëto, ose diqka, jo veç unë e me hinë në Facebook edhe me pa bama, din t'i qysh të bjenë kres, tu, pse? Për fund të kësaj interviste, ajo jep një mesazh për vajzat e reja që duhet patjetër ta dëgjoni. Plotësoje që ato që ati e dënë, kur mos u nalë pëse të thoi njerës, jo besa këtë keme dështu, ose s'ka me të ecë, bëne.